Në kuadër të 29 nëntorit ditës së çlirimit të Shqipërisë, përfaqësues të Bashkisë Pogradec zhvilluan ceremoninë përkujtimore të omazheve në varrezat e dëshmorëve, duke nderuar sakrificën dhe kontributin e atyre që dhanë jetën për çlirimin, lirinë dhe pavarësinë e vendit. Gjatë ceremonisë u vendosën kurora me lule, u mbajtën monumente heshtje dhe u shprehën mirënjohje thellë për dëshmorët e atdheut, të cilët me gjakun e tyre hodhën themelet e një Shqipërie të lirë. Përfaqësuesit e pushtetit vendor theksuan se 29 nëntori mbetet një datë historike që kujton sakrificat e shumta të bijve dhe bijave të kombit në luftën për çlirim. Jemi mbetur sot si çdo vit, pikërisht këtu. Këtu ku prehen ata që sakrifikuan jetën. Ata të cilët luftuan me devotshmëri, ata të cilët dhanë rinin, dhanë atë më të çmuarën, idealin për të patur një Shqipëri të lirë. Data 29 nëntor mund të jetë për cilin do jo vetëm si ditë e çlirimit dhe sot pikërisht në 81 vjetorin e saj, por do të jetë një datë reflektimi, një datë ku gjithsecili do të shpalos dhe të transmetoj mesazhin e trimërisë dhe të sakrificës të këtyre bijve tanë. Unë dua të flas shkurt, pasi fjala sot është e atyre që kanë kontribuar më së shumti për këtë fest, pra e organizmave që e mbajnë gjallë këtë aktivitet, këtë fest. Unë dua të them vetëm kaq që si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, si përfaqësues i Partisë Socialiste, ne do të vazhdojmë të jemi pranë organizatës së dëshmorëve, Komitetit të Veteranëve për të mbrojtur festat tona kombëtare, 28 dhe 29 nëntori. Komiteti Kombëtar të Veteranëve të Shqipërisë të përshëndes në një vend si Pogradeci, vendi dhe simboli i heroizmit dhe i gjakut të derdhur për lirinë e Shqipërisë. Në këtë jubile të 81 vjetorit çlirimit të atdheut të dashur, kërkojmë edhe 2 data më pulmore të vendit. 28 nëntori i pavarësisë dhe 29 nëntori i çlirimit të vendit, të cilën ruajnë të njëjta vlera. Ato linden nga gjaku i dëshmorëve që na shohin pavarësinë dhe lirinë. Se pa pavarësi nuk ka çlirim dhe pa çlirim nuk ka pavarësi. Në aktivitet morën pjesë drejtues lokal, përfaqësues të administratës, familjar të dëshmorëve, si dhe qytetarë të shumë të cilët u bashkuan në këtë ceremoni me solemnitet dhe respekt. U nënvizuar rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe përcjelljes së vlerave të dhe dashurisë tek brezat e rinj. Ceremonia e homazheve në varrezat e dëshmorëve përfundoi me mesazhe nderimi dhe mirënjohje të përhershme për dëshmorët e atdheut, të cilët mbeten simbol i sakrificës dhe lirisë së fituar me gjak.